إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله سبحانه وتعالى أفلندرويم vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes ti, shokëve ti dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, nuk ka dyshim se jetojmë në një kohë e cila na rrethon me shumë probleme, e cila na rrethon me shumë fitnë, e cila na rrethon me thirrje të mëdha të rrugëve të devijimit që ta shtrembrojnë njerëz të rrugën e Allahut Azza wa Jall, që të largohen prej rrugës pastër të Kur'anit edhe të Sunetit, duke mos harru, duke pas parasysh se në shumë raste njerëz nuk e vrejnë apo habiten aq shumë apo mashtrohen aq shumë derisa arrin në një shkallë sa që secili e sheh veten rregull, secili e sheh veten mirë, secili e sheh veten hak, secili e sheh veten që kjo është rruga që thirr dhe që e don Allahu Azza wa Jall. Ashtu siç thot Allahu në Kur'an, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Secili grup kënaqet me atë të cilën e posedon. Dhe në mesin e muslimanëve, edhe më herët gjatë historisë shohim, po sidomos në këtë kohë vinë edhe shtohen edhe përhapen grupacionet shumëta. Megjithatë, secili e sheh veten që kjo është rruga e cila duhet ndjekur. Dhe nëse i bëhet pyetje secili thot na jemi në të vërtetën. Apo në shumë raste shumë prej edhe grupeve që e kanë deviju rrugën e Sunetit i thënë vetes ehli sunne, pasues të Sunetit, ndërsa Suneti është shumë larg prej tyre. Andaj besimtari është me rëndësi që ti parashtron vetvetes pyetje dhe ta sheh vetveten. Rruga e vërtet po, ku bazohet rruga e vërtet? Cila në realitet është rruga e vërtet? Tha Allahu Azza wa Jall, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Nëse njerëzit besojnë ashtu siç keni besu ju, kush janë ju? Kur ka zbrit Kur'ani, janë sahabët. Nëse njerëzit besojnë ashtu siç kanë besu sahabët, atëherë ata janë të udhëzuar. Kur njeri është i udhëzuar, kur njeri është në rrugën e pastër, kur e pason Kur'anin edhe Sunetin sipas kuptimit të sahabëve, sipas kuptimit gjeneratës më të mirë që ka ekzistuar në këtë umet, sipas selefit, gjeneratave të para,
ashtu si tha Allahu Azza wa Jall, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Kush ja kthen shpinën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi është bëhe qartë e vërteta, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dhe pason rrugën përveç rrugës muslimanëve, cilët janë këto musliman, përveç rrugës muslimanëve, përveç rrugës sahabeve, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, e lam me atë që ai e ka zgjedh, dhe fundi i tij është kush? Jahannemi, wa sa'at masira, sa përfundim i keq që është ai. Cila është rruga e vërtet? Pasimi i Kur'anit dhe Sunetit, po, sipas kuptimit kujt? Sipas kuptimit tim, sipas kuptimit tënd, sipas kuptimit sahabeve. Si e kanë kuptu ata Kur'anin edhe Sunetin, ashtu duhet secili prej nesh ta kupton atë deri në ditën e fundit. Po megjithatë, njerëz e devijojnë rrugën. Ata që e devijojnë, fjala është për ata që i thonë vetes musliman, ajo për ata që janë jashtë islamit në tërsi, po ata që i thonë vetes musliman, ka mundësi me i thonë vetes musliman, me deviju atë shumë, sa që me qenë komplet larg islamit. Dhe ka mundësi me i thonë vetes musliman dhe me qenë brenda islamit, po me devijimet shumëta. Dhe ka mundësi me qenë musliman me kuptimin e saktë Kur'anit dhe Sunetit, sipas kuptimit selefit, sipas kuptimit parve. Andaj njerëz kanë deviju, ma herët edhe sot, për shumë arsye. A disa kanë deviju shkaku i xehlit, shkaku i ignorancës madhe, shkaku i mbylljes syve para të vërtetës. Dhe edhe sot kemi njerëz me miliona, të cilët i thonë vetes musliman, të cilët thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ndërsa të njëjtën kohë i bën shirk Allahut, i bën kufar Allahut. Po ignoranca e madhe, mbyllja e syve para të vërtetës, i ka sjell ata deri në këtë shkallë. Edhe në për shumë toka arabe, po edhe në vende më afër, edhe në vende tjera, njerë që i thonë vetes musliman. Dhe ndoshta shkon në përtyrbe dhe i adhuron vdekurit, ndoshta shkon vareza dhe i lut dhe i adhuron ata, ndoshta ju ban tawaf varezave, e kështu me radhë, duke mendu që edhe kjo është prej islamit, edhe pse kjo nuk i arsyeton fare. Po megjithatë, ose edhe në vendet tona, ka njerëz të cilët tallen, bëjnë hajgare me dinin Allahut, dhe ai mendon që është musliman, lun me fenë Allahut dhe mendon që është musliman, shahet diçka që ka të bëjë me dinin Allahut dhe mendon që është musliman, e kështu me radhë. Devijimi mund vjen shkaku i ignorancës. Devijimi mund vjen shkaku i pasimit epshit. A dikush aq shumë është i mvarur prej qefit, prej epshit i, sa që është në gjendje me deviju rrugën, vetëm me qunë në vend qefin e epshit vet. Ashtu si thot Allahu Azza wa Jall, e faraejte men ittakhadha ilahehu hawa, a ke pa atë i cili e ka marrë për Zot, Zoti i ti është epshi i ti. A ka mundësi deri në atë shkallë, sa që njeriu devijon dhe i lën gjitha dhe e shtrembron rrugën e tij shkaku i epshit. Ka mundësi njeriu devijon duke i dhënë përparësi logjikës tij dhe duke mendu që logjika e tij është pak më e veçantë se logjika e tjerëve, dhe duke mendu që kjo që i ka shkuar në mend atij, si u ka shkuar në mend as sahabeve, dhe fillon me kuptu Kur'anin sipas logjikës tij, fillon me kuptu Sunetin sipas logjikës tij, dhe pastaj parashtron pyetje për të kundërshtuar ty, për ta kundërshtuar atë kuptimin e saktë të Kur'anit edhe Sunetit, parashtron pyetje logjike, duke mendu që me logjikën e vet do ta demonton argumentin tanë. Dhe në shumë raste vjen devijimi, ashtu siç ka thënë Ibn Qayyim el-Jauzi rahimullah, mos mendo që shumica e grupeve që kanë deviju në islam, kanë deviju shkaku i mungesës argumentit. S'ka argument e ka deviju rrugën, jo. Shumica e grupeve që e kanë deviju rrugën e pastër, rrugën e saktë, është shkaku i keq kuptimit të argumenteve. Ai argument ka,
Ai ka ajet, ka edhe hadith, ka argumente. Po si kupton argumentet? Jo si i kanë kuptu muslimanët e parë, jo si i kanë kuptu sahabët, jo si i kanë kuptu tabiinët, jo si i kanë kuptu muslimanët të cilët e kanë shoqëru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kanë jetu bashkë me te në kohën që ka zbrit shpallja prej Allahut azza wa jall. E kanë deviju rrugën deri në atë shkallë, sa që shumë prej tyre kanë dalë edhe jashtë kufive të islamit. E disa kanë bet brenda kufive me gjithë dalaletin e tyre. Dhe nëse shohim argumente që i kanë përdor në devijimin e tyre, njeriu e shet dallimin e madh ndërmjet kuptimit sakt dhe kuptimit devijuar. Nëse i shohim edhe shijat, që sot sidomos muslimanët e njohin më mirë gjendjen e tyre dhe e kanë më qartë kush janë shijat dhe kush nuk janë. Dhe e din mirë, megjithatë, nëse ju thuhet shijave në rregull, ju keni një rrugë krejt tjetër prej asaj që e kanë muslimanët të cilët e pasojnë rrugën e sahabeve. Megjithatë, a ka ndonjë argument? A ka ndonjë bazë dikund? A mbështeteni edhe ju dikund? Do të shohë se edhe ata do të mundohen të argumentohen ty me Kur'an, me fjalët e Allahut. Dhe nëse ju thuhet shejtrimi i Aliut radhiyallahu anhu, apo dallimi i Aliut prej gjithëve, apo veçimi i tij duke menduar që ai i meriton gjitha përveç sahabeve, e kështu me radhë, do të shohë se edhe ai mundohet me cilë argument. Po cili është argumenti? Argumenti është ajet, është hadith, e kështu me radhë. Po kuptimi i tij dhe kuptimi i vërtet është një dallim shumë i madh. Një prej argumenteve të cilin e përdorin dhe e përmendin shijat është një prej ajeteve ku Allahu azza wa jall thot: Innama waliyukumullahu wa rasuluhu. Mbrojtësi dhe përgjegjësi juaj është Allahu azza wa jall dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Allahu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata musliman që e falin namazin dhe nëse e përkthejnë bukfal dhe japin zekat duke qenë ruku. Allah thot ata që e falin namazin dhe japin zekatin dhe i bin ruku Allahut azza wa jall. Dhe japin zekatin duke qenë ruku. Kush është ai i cili e ka dhënë zekatin duke qenë ruku? Dhe ky është i vetmi Aliu radhiyallahu anhu. Andaj si kuptohet ajeti? Allahu azza wa jall, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Aliu radhiyallahu anhu. Argument është ky ajet. A është ky ajet argument? Po, ajeti është argument. Po ku është dallimi? Kuptimi i ajetit nuk ka të bëj fare me Aliu radhiyallahu anhu. Po çka? Miqt e juaj, përveç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë krejt ata musliman që e falin namazin, që japin zekatin, që i bin ruku edhe sejdë Allahut, ata janë miqt e juaj. E jo që Aliu radhiyallahu anhu e ka dhënë zekatin duke qenë ruku, nga se dietarët ka dhënë spari ky transmetim nuk qëndron. E dyta, Aliu radhiyallahu anhu nuk ka dhënë zekat fare, ka qenë i varfër. E treta, nuk jepet zekati duke qenë në ruku, se nuk ka diçka qaq urgjent që duke qenë ruku me dhënë zekat e kështu me radhë. Megjithatë, ku është dallimi? Dallimi është shumë i madh. Ajeti kuptohet sipas kujt? Sipas asaj që ka kuptuar vet Aliu radhiyallahu anhu. Si e ka kuptuar Aliu këtë ajet? Si e kanë kuptuar sahabët? E kështu me radhë. Ashtu siç kuptohet qartë prej fjalëve të Allahut dhe jo duke e deviju kuptimin e tyre. Apo hadithi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u nis për luftën e Tebukut, Aliu radhiyallahu anhu u caktu që të qëndron në Medinë dhe të përkujdeset për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aliu dashti që të shkon bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi Allahut: O Ali, a nuk don të jesh ndaj meje si kur Haruni ndaj Musait alayhis salam? Atëherë u ndal Aliu radhiyallahu anhu dhe qëndroi në Medinë. Thon, ky është argument. Çfarë argumenti është ky? Që pas Musait alayhis salam ka ardhur Haruni. Do me thonë, pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të vjen kush?
Aliu, se kështu i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A është ky hadith? Po është hadith. A është i vërtet? Po është i vërtet. Ku është dallimi? Kuptimi i hadithit s'ka të bëj fare me atë që kur të vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, talini khalife kand Aliun radiallahu anhu. Po cili është kuptimi? Ashtu siç Musa alayhis salam kur shkoi që të flet me Allahun azza wa jall direkt, e la përgjec Harunin, ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka shkuar luftë e kalon përgjec Aliun radiallahu anhu, e që jo pas vdekjes time ti je trashëgimtari, nga se pas vdekjes Musait alayhis salam është trashëgimtar Haruni. Ajo, Haruni alayhis salam ka vdek para Musait alayhis salam, edhe nuk ka qenë trashëgimtar i tij. E kështu me radhë, megjithatë, a çështja për qenë më e qartë, a dallimi i devijimit dhe i kuptimit saktë është argumentet të kuptohen sipas kuptimit selefit, sipas kuptimit sahabeve, e kështu me radhë. Dhe përveç shiave, të cilët janë larg, devijimi i tyre shumë i madh dhe janë larg varësisht prej grupacioneve tyre, në mesin e tyre, të cilët janë mbi 85 grupe, që dallimi i tyre me ehli sunetin është shumë i madh, a dallim i madh që nuk krahasohet, do të shohim edhe prej atyre, të cilët nuk kanë bënë me shiizëm, po kanë bënë me mendime tjera devijuara, të cilët gjithashtu kanë argumente, dhe argument Kur'anit dhe argument sunetit. A nëse e shohim grupin e Khawarijve, të cilët kanë qenë një grup i rrezikshëm kundër muslimanëve, edhe pse brenda islamit sipas shumicës dietarëve. Megjithatë, ku janë bazu Khawarijët, të cilët kanë thonë njeriu nëse i bën gjuna të madh, Allahu azza wa jall del prej islami. Çfarë do gjunau që bën, ti mos je musliman. A dhe kjo është dallimi ndërmjet atyre dhe elisonetit, edhe pse ka dhe dallime tjera. Argumente thonë ka shumë. Cili është argumenti? Ka thonë Allahu azza wa jall: "Wa man ya'si Allaha wa rasulahu", kush i ban gjunah Allahut dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "wa yata'adda hududa", dhe i kalon kufit e islamit, i kalon kufit e Allahut azza wa jall, yudkhilhu nara jahannam, Allahu e fut atë në zjarr xhenemit, khalidine fiha, për gjithmonë xhenem. Kanë Allahu e fut për gjithmonë xhenem atë i cili i ban gjuna Allahut. Ka thonë, do me thonë, ai i cili i ban gjuna Allahut është për gjithmonë xhenem. Çfarë gjunaj? Çfarë do gjunau që ban, ti je për gjithmonë xhenem. Andaj ai i cili i ban gjuna Allahut nuk është musliman. Pse? Se vetëm jo musliman janë për gjithmonë xhenem. Themi në rregull, a është ky ajet? Po. A thot Allahu bash qashtu? Po, Allahu thot qashtu. Wa man ya'si Allah, kush i ban gjuna Allahut? Në rregull. Ne duhet kthehemi ku? Duhet kthehemi ta shohim kuptimin e këtij ajeti, për çka Allahu flet në këtë ajet. Kush i ban gjuna Allahut? Për çka flitet këtu? Kush shikon haram? Kush e flet një fjalë të gabuar? Kush dëgjon haram e kështu me radhë? Jo. Allahu azza wa jall në këtë ajet flet për shirkun edhe kufrin. A duke u kthy në argumente tjera, duke u kthy në kuptimin e sakt Kur'anit edhe Sunetit. Kush i ban shirk dhe kufër Allahut azza wa jall, fundi i tij është xhehenemi për gjithmonë. Apo hadithet të cilat kanë në shumë raste, la yadkhulul janna namam, la yadkhulul janna aq, e kështu me radhë, nuk ka me hin xhennet ai i cili i bart fjalët, nuk ka me hin xhennet ai që nuk i respekton prind, nuk ka me hin xhennet ai edhe ai e kështu me radhë. Kan thonë nuk ka me hin xhennet, do me thonë çka? Nuk ka me hin xhennet, do me thonë ka me hin xhehenem. A themi jo, nuk ka me hin xhennet në rregull. Duhet me i marr argumentet bashk, me i mbledh krejt dhe me pa. Ky njeri i cili i bart fjalët, a do të hynë do njëherë në xhennet? Do të hynë do njëherë, në bazë argumenteve tjera. Atëherë themi, nuk ka me hynë në xhennet. Disa kanë thonë, nuk ka me hynë direkt në xhennet. A si të rinjallet, drejt në xhennet? Jo. Pse? Se ky ka bo gjuna në dhaja. Qka? Njerë ka dënim? Mandej,
ka mundësi me hi në xhenet. E disa kanë thonë nuk ka me hi në xhenet, në shkallët e larta të xhenetit. Ai i cili i bën këto gjuna ndaja, s'ka me hi në shkallët e larta të xhenetit, po ka mundësi me hi në xhenetet tjera. Edhe pse ky kuptim prej nga vjen? Kuptimi vjen duke i bashku të gjitha argumentet dhe duke kuptu argumentin ashtu si duhet, apo të kundërtën e këtyre. E kundërta e këtyre është ekstremizmi tjetër, të cilët thonë, a i cili ban gjunat ndaja, s'është musliman, tjerët thonë, të cilët janë murgji me gjithë llojet edhe grupet e tyre, të cilët thonë, a i cili ban gjunahe, imani i tij nuk ka problem fare. Ban gjunat ndaja, ban gjunat vogla, imani jot është si imani i Gjibrilit. Imani jot është si imani e Ebu Bekrit. Pse? Ka thënë se imani është besim në Allahun. Ebu Bekri e ka besu Allahun. Po ti, po edhe ti e beson Allahun. Po imani jot edhe i ati është një shkallë. Po gjunahet nuk e dëmtojnë imanin fare. Dhe kjo është dallimi i madh, dhe me këtë pastaj argumentojnë edhe në vendet tona shumë prej njerëzve, edhe prej hoxhallarëve, të cilët gjithashtu flasin me argument. Dhe argumenti është i vërtet, mirë po kuptimi i tij nuk është i vërtet. Të cilët thonë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thot la ilaha illa Allah ka me hin xhennet. A ka thonë kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Po. Thonë, kush thot la ilaha illallah ka me hin xhenet. Tamam. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, kuptimi i këtij hadithi është ashtu si paraqitet? Jo. Kush thot la ilaha illallah, po nuk thot Muhammedur Rasulullah, a ka me hin xhenet? Jo. Kush thot la ilaha illallah, po nuk e beson ditën e gjykimit, a ka me hin xhenet? Jo. Kush thot la ilaha illallah dhe nuk e ban asnjë punë të Islamit, a ka me hin xhenet? Jo. Kush thot la ilaha illallah pastaj ban kufër me diçka tjetër, a hin xhenet? Jo. Do me thonë, kush thot la ilaha illallah ka me hin xhenet? Po duke ja bashkangjit edhe argumente tjera. Përndryshe Islami bot loj, se cili e merr nga një argument nga ana e qefit ti, dhe dikush me një argument i nxjerr për Islami, dikush me një argument tjetër i fut krejt në Islam, e kështu me radhë, duke mos e kuptu argumentin si duhet. Dhe sidomos këtë aspekt, ata të cilët kanë pasuri e kanë shumë të lehtë. Ata të cilët kanë pasuri shumë lehtë, ka mundësi me fitu xhenetin nëse shkon në këtë kuptim të argumenteve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna. Kush e ndërton për Allahun një xhami, Allahu ja ndërton atij një shtëpi në xhenet. Kitit holla, a ka njerëz që kanë parë shumë dhe se ka problema me ndërtu një xhami, e ndërton xhamin dhe kur s'hinte, a do të hinë xhenet? Argument, kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, po jo ashtu si e kupton ti. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatain. Unë me kujdestarin e jetimit do të jem xhennet afër si kur këto dy gishta. Ki pare ti? Po. Mundesh me rujt një jetim? Po. O kry, ma afër se me qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam xhennet. A ka diçka ma shumë? S'ka diçka ma shumë. Edhe pa namaz, edhe pa agjerim, pa zekat, pa hax, pa kur gjop. Se ti e runi jetimin. Kush e runi jetimin? është bashkë në xhennet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A është ky kuptim? Nuk është ky kuptim, po nga e kuptojmë që nuk është ky kuptim, duhet t'i bashkojmë krejt argumentet dhe ta shohim për kande ka fjalën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai i cili falet, agjeron, jep zekat, e ban haxhin, ban ibadet, ruhet prej harameve, plus asaj kujdeset për një jetim. Ai do të jetë afër në xhennet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po duke e marrë secili nga një argument prej kandit të atij që i konvenon, e devijon rrugën. Andaj dallimi ndërmjet ehli sunetit dhe grupeve devijuara është që ehli suneti, jo, ka argument ehli suneti, s'kan argument grupe tjera, jo në këtë mënyrë. Ehli suneti ka argumente, edhe grupe tjera kanë argumente sipas qefit tyre. Ku është dallimi? Kuptimi i argumenteve të ehli sunetit
është sipas kuptimit selefit, sipas kuptimit parve, sipas kuptimit sahabeve dhe jo sipas kuptimit tyre, dhe jo sipas kuptimit logjikës tyre. Ashtu si që janë grupi tjetër, Esh'ari, Maturidi, e kështu me radhë, të cilët cilësitë Allahut Azza wa Jall i devijojnë me logjikën e tyre. Dhe shumë cilësi që Allah i ka përmend Kur'an, Allah i ka përmend Sunet, nuk i pranojnë. Pse nuk i pranon? Thot nga se fillon me të bë pyetje, logjika e tyre e kundërshton argumentin. Dhe nëse i thuti, ka thonë Allahu Azza wa Jall në për shumë ajete, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Allahu Azza wa Jall është ngrit mbi arsh. Ku është Allahu? Allahu është mbi arsh. Prej nga? Prej ajetit dhe hadithit, prej Kur'anit edhe Sunetit, sipas kuptimit selefit. Thonë nëse Allahu është mbi arsh, arshja është i kufizum. Po, arshja është i kufizum. Ti atëherë donë me thonë që edhe Allahu është i kufizum. A kjo është logjika e shtrembruar, e cila vjen prej iblisit, e cila vjen prej shejtanit. Nëse ti thu që Allahu Azza wa Jall zbret në pjesën e tretë natës në qiellin e dunjas, thënë kur zbret Allahu, arshi ambet nalt, a zbret edhe arshi. Kur zbret Allahu në pjesën e tretë natës në qiellin e dunjas, dikund është ditë, dikund është natë. Nëse të na është natë, zbret Allahu, dikund tjetër është ditë, atje zbret Allahu, dhe kjo çka është? A kjo është logjik e prisht, e cila vjen prej kujt? E cila vjen prej devijimit të shejtanëve, të cilët mundon njeriu me ja deviju rrugën. Cili është kuptimi i vërtet? Kur'ani edhe Sunetit kuptohet sipas kuptimit sahabeve, a sipas kuptimit selefit. Po logjika, kjo logjik nuk vlen me depërtum të dhe me i komentu cilësitë Allahut Azza wa Jall. Nuk krahasohet Allahu me krijesat e tij. A njeriu s'ka mundësi, krijesat s'kan mundësi, por Allahun është diçka tjetër. Kur flitet për krijuesin, nuk flitet njëjtë sikur për krijesat. Nëse Allahu Azza wa Jall thot leysa kamithlihi shay, nuk i përngjan atij asgjë, wa huwa as-sami'ul basir, dhe megjithatë ai është dëgjues dhe shikues. Allahu është dëgjues, po edhe njeriu është dëgjues. Po, Allahu është dëgjues, edhe njeriu është dëgjues. Po Allahut nuk i përngjan asgjë. Allahu është shikues, edhe njeriu është shikues. Mirë, po Allahut nuk i përngjan asgjë, dhe s'ka mundësi ti me mohu shikimin dhe dëgjimin Allahut dhe cilësitë Allahut. Pse? Se ka mundësi me pas përngjasim. Nuk ka përngjasim fare. Dhe këte, si thot dietari i madh Abu Ishaq al-Huwaini, hafidhahullah, por këte thot, ju kanë bë pyetje edhe fëmijëve. Dhe njeriu shumë raste kur devion, kundërshtohet me natyrshmërinë e vet. Vet natyrshmëria jote çka thot? Ku është Allahu? Allahu është mbi arsh, Allahu është nalt. Këtë e thot natyrshmëria e secilit. Natyrshmëria e pastër, thot edhe fëmijëve ju kanë bë pyetje. Deri 100 fëmijë i kanë vetë më rënd. Ku është Allahu? Allahu është nalt. Fëmijën tjetër, ku është Allahu? Allahu është nalt. Edhe fëmijët me i vetë, prej nga e din fëmijët, natyrshmëria e pastër, t'jep me kuptu që Allahu është nalt. Nuk është Allahu pa vend. Nga sa atër nuk kupton që Allahu se ekziston. Ku është Allahu? Allahu s'ka vend. Naudhu billah. Ose Allahu është gjithkund. Allahu është i përzim me krijesat e tij. Jo, Allahu është lart. Dhe këta e kupton natyrshmëria e pastër, gjithashtu duke u bazuar në Kur'an edhe Sunet sipas kuptimit selefit. Thot ku ka thënë selefi, ku kanë thënë sahabet, krejt të cilësi që ju i pranoni. Ku ka thënë Ebu Bekri, ku ka thënë Omeri, Othmani e kështu me radhë. Për diçka ka transmetime, për shumicën e tyre ndoshta s'ka transmetime. Megjithatë, ne themi që ka ixhma, pajtim krejt sahabeve, se cilësitë e Allahut që kanë në Kur'an edhe në Sunet janë ashtu si kanë ardhur. Prej nga sahabët a i kanë lexuar këto ajete? Po. A i kanë deviju kuptimin? Jo. A i kanë mohu? Jo. A i kanë shtrembru? Jo. Atëherë u kry, ashtu si që kanë besu sahabët, ashtu besojmë edhe na. Dhe në përgjithësi, ehli Suneti i kupton Kur'anin edhe Sunetin ashtu siç i kanë kuptu sahabët, ashtu siç i kanë kuptu selefi. Gjithashtu, ka prej njerëzve të cilët jo vetëm Kur'anin edhe Sunetin, po edhe fjalët e dietarëve. A merr e lexon një libër,
Ose ndoshta nuk e lexon librin fare, po i gjen dy rreshta diku në internet të filan dietarit. Dhe i merr çato dy rreshta dhe me çato dyja a bot hidare ku me ditë sa kohë. Me çato dyja s'ka problem. Pse? E kum lexu që ka thon filan dietari, në rregull. Ai dietari ka thon, duhet me marr një herë me pa. Para se me mbrit të këto dy rreshtat e tu, para kësaj, për çka ka qenë duke fol. Pasaj, për çka ka qenë duke fol, që me kuptu tekstin ashtu si duhet. Jo, ka thani Ibn Taymije, çka gjys rreshti. Vallai ka raste gjysëm rreshti. Dhe me qatë gjysëm rreshti, është në gjendje me bo masakër gjysmën e umetit. Për nga, ka thani Ibn Taymije, është realitet që ka thonë rregull, mere shikoje ma herët, për kanë është duke fol. Mere shikoje pak ma vonë, për kanë është duke fol, duke mos mi marë coptuar argumentet. Si që e merë ajetin, nëse donë me marë, fawailun lil musallin, mjerë për ata që falen. Jo, vazhdoje, alladhina hum an salatihim sahun, dhe namazin e tyre nuk kanë kujdes. Apo si çdon me marr, wala taqrabu salat, mos ju afro namazit. Vazhdoje, wa antum sukara, duke qenë dehur, e kështu me radhë, mos i merr fjalët e dietarëve në këtë mënyrë, nga se këtë shkuptohet argumenti, po çka? Mere fillimin, mere dhe mbarimin, bashkoje krejt, nëse nuk e kupton qartë, ktheu të tjerët prej dietarëve që e kanë sqaruar atë në mënyrë që ta kupton njeriu tekstin ashtu si duhet. Nga se ka raste që miren në këtë mënyrë tekstet, argumentet, fjalët e dietarëve dhe pastaj bëhet dëm i madh në ummet apo në mesin e muslimanëve. Dhe kjo është një rrezik i madh. Asa për njerëzve të cilët i marrin sidomos tekstet, ndoshta të Abdul Wahabit, ndoshta të nipave të tij, ndoshta të ulemave të Nejdit në përgjithësi, dhe ato i copton, një pjesë aty dhe një aty. Duke i gjetë në atë mënyrë dhe pastaj duke menduar që e gjithë e vërteta është në te, dhe pastaj duke gjyku ummetin me qëndrimet e tij të gabuara edhe devijuara. Dhe ky është një rrezik i madh. Ky është një rrezik i madh, saqë njeriu mbrin në një ekstremizëm tjetër, në një devijim tjetër, që është në gjendje shumë prej muslimanëve me i nxjerr prej islamit. Dhe ky është rrezik i madh. Ky është rrezik i madh i cili paraqitet her pas here, i cili jep sinjal her pas here në mesin e muslimanëve. Duke u bazu ku? Duke u bazu në argumente si pas kuptimit tim dhe si pas kuptimit tënd, jo si pas kuptimit selefit. Si që shembulli i çështjes bazës fesë, asludini. Çka është asludini? Baza e fesë, në rregull. Çka i në bazën e fesë? Tauhidi edhe largimi prej shirkut. Pastaj, ka thënë Abdul Wahabi dhe disa prej tyre, këte e din më mirë se ndoshta suret e shkurta. Ndoshta suret e shkurta e ka problem me t'i thonë pas një gabim. Ama këte ta thot pas një gabim. Tauhidi, thirrja në tauhid e kështu me radhë. Shirku, largimi prej tij e kështu me radhë deri në fund. Dhe tekfiri krejt atyre. Dhe pastaj hin dhe i cakton kush ka ra këtu dhe kush ka ra këtu. Dhe kush nuk e bën këtë, edhe ai ka ra këtu dhe ky tjetri e kështu me radhë. Për nga këtë, kështu ka thonë Abdul Wahabi. Aspari themi, fjalët e dietarëve nuk janë argument. Fjalët e dietarëve nuk janë të shenjta. Fjalët e dietarëve kanë nevojë për argument. Edhe pse dietarët e kanë pozitën e tyre, vlerën dhe rëndësinë e tyre, dhe ne pa dietarët e kemi vështirë me ecë rrugën ashtu si duhet. Dietarët janë patjetër që ne t'i kuptojmë gjërat ashtu si duhet. Po dietarët nuk janë argument. Ndërsa nga ana tjetër, as Abdul Wahabi, as dietarët tjerë, as në përgjithësi ulemat nuk thonë atë që dikush ka dëshirë me thonë derisa njeriu arrin në atë shkallë të qefit dhe dëshirës madhe për ta shpall dikant jo musliman, për ta nxjerr dikant prej islami, për ta përdor tekfirin vazhdimisht në gjuhën e tij, si thot një prej dietarëve, saqë disa prej tyre a qefi i madh i tekfirit me pas mundësi e zavendësojnë me tekbirin, dhe në rastet gëzimit, në rastet qefit njeriu çka thot,
tekbir. Ka prej atyre të cilët janë gjendje dhe kanë dëshirë me mujt me zavendësu me tekfir, deri kur? Deri në shkallë sa që sa ma shumë që del dikush prej islami, aq ma shumë dhe ma i madh është gëzimi i tij, sa që është e njohur për disa ose ndoshta për krejt, thuhet për ata dy persona të cilët e kanë vizitu Qaben, të cilët kanë shku në haxh, dhe atje në atë kallabllakun e haxhit, ku mblidhen deri 5 milion, 2 vetë këtij lloji, të cilët e shohin veten vetëm këta dy musliman. Krejt tjerët kanë dalë prej islami. Njani i thot tjetrit, mduket veç na dy këtu jena musliman. Tjerë s'ka. Thot duket nëse ti dyshon në kufrin e këtyre, edhe ti s'je musliman. Dhe edhe mu mduket që mbeta veç unë. Masi edhe ti mbeta veç unë. Thot a edhe ti duket apo, po edhe ti s'je musliman se ke dyshu që unë jam as jam musliman dhe në fund mbeten bara 0-0. As një musliman. A është kështu dini Allahut? Jo. Nuk është dini Allahut kështu, edhe pse dini Allahut ka tekfir, dhe patjetër, dhe kemi përmend shumë herë, tekfiri është pjesë e rëndësishme, edhe pse ka për njerëzve të cilët kanë kundërshtu duke e tregu ignorancën e tyre në këtë aspekt, të cilët ndoshta s'kan të lexuar as një gjysmë libri lidhje me këtë çështje dhe e kundërshtojnë që tekfiri është pjesë e rëndësishme e dinit të Allahut. Ne e përsërisim përsëri, tekfiri është prej çështjeve të rëndësishme, prej thelbit dinit të Allahut. Mos me pas tekfir, s'ka mundësi edhe dini i Allahut me qëndru. Pse? Gjithë njerëz duhet me qenë musliman, po gjithë njerëz nuk janë musliman. Ka islam edhe ka kufër. Mos me qenë tekfiri, s'ka mundësi mundajt kufini i dinit të Allahut dhe i feve tjera devijuar, apo me gjithat njerëz flasin edhe kundërshtojnë, edhe pse ajo nuk prigjo. Çështja, argumentet, Kur'anin edhe Sunetin ta kuptojmë sipas kuptimit selefit. Dhe këtu është edhe çështja e keq kuptimit të argumenteve e cila vjen, të cilën e jetojmë edhe në këtë kohë, një prej meseleve më të keq kuptuara, një prej meseleve më problematike të kësaj kohe është çështja e sistemeve, është çështja e ligjeve, është çështja e ligjvënies, e cila i takon vetëm Allahut Azza wa Jall. A kemi keq kuptime? A kemi keq kuptime të mëdha? Prej kujt? Prej dietarëve, prej hoxhallarëve, prej xhamatit e kështu me radhë. Dhe kjo është një çështje serioze. Është një çështje tepër e rëndësishme dhe tepër e rrezikshme nëse gabohet. Megjithatë, a ka keq kuptim? Ka keq kuptim. Ligjvënia, kujt i takon me i sjell ligjet në dunja, i takon vetëm Allahut. Kush është ai i cili thot kjo është halal dhe kjo është haram, kjo i takon vetëm Allahut. Megjithatë, për fat keq, një pjesë e madhe e njerëzve e umetit anojnë nga ana tjetër, duke mos e kuptuar çështjen ashtu si duhet, edhe pse gjithë e kanë të qartë, inil hukmu illa lillah. Vërtet gjykimi, sundimi, ligjvënia i takon vetëm Allahut. Në rregull, pastaj kur vjen praktik, kur vijnë gjërat në praktik, e shet që gabohet edhe devijohet çështja dhe jepet përparësi një rregulli, i cili është i keq kuptuar në këtë rast ndërmjet dy të këqijave zgjedhëm atletën. A është ky rregull i pranuar në sheriat? Po në vendin e vet. Ndërmjet dy të këqijave me zgjedhëm atletën, po a ka të keqe më të madhe se kufri edhe shirku? Nuk ka të keqe më të madhe. A ka dobi më të madhe se tauhidi? Nuk ka dobi më të madhe. Po çështja kur shikohet prej një kandi dhe nuk shikohet prej kandi tjetër, ka mundësi që të vjen keq kuptimi, ka mundësi që të vjen devijimi. Dhe kështu ka ardhur devijimi i kësaj çështje deri në atë shkallë sa që shumica e njerëzve nuk e kanë problem. Ndërsa Allahu Azza wa Jall na e qartëson mirë këtë çështje, që nëse njeriu vetëm në një rast, jo me pru ligje, me pru sistem komplet, vetëm një ligj, nëse njeriu e bjen, që është në kundërshtim, që nuk është ligji i Allahut, ai person i ban kufër Allahut Azza wa Jall. Kështu ndodhi në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur jehudët dashtan me fut dyshim te disa prej njerëzve dhe than Allahu Azza wa Jall e ka ndalu coftinën,
Allahu e ka ndalu ngordhsinën. Than, atë që Allahu e mbyt e bëjnë haram. Atë që këto vetë e mbytin, ja hekin kokën, e bëjnë halal. Atë coftinën kush e ka mbyt? A thënë ajo ka ngordh, se Allahu Azza wa Jall ka dash. Atëherë si ka mundësi kjo të bëhet haram dhe kjo halal? Edhe coftina duhet tjetë halal. Allahu Azza wa Jall zbriti ajet. Por një rast, një çështje, vetëm këte, coftinën prej haram, me bë halal, Allahu Azza wa Jall tha, wa in ata'tumuhum, nëse ju nështroheni atyre dhe, edhe ju e pranoni këte, wa in ata'tumuhum, innakum le mushrikun, atëherë ju jeni idhujtar, atëherë ju jeni mushrikin, atëherë ju keni dal prej dinit të Allahut. Vetëm një nëse e pranon. Po sistemet tash, të cilët ta lejojnë zinon, s'ka problem. Ta lejojnë kamatën, s'ka problem. Ta lejojnë bigjozin, nuk ka kurfar problemi. Ta lejojnë alkoolin, s'ka problem. E kështu me radhë, dhe t'i lejojnë gjitha, dhe ku do në bën halal, ku do në bën haram, e kështu me radhë. Pse? Se ligjvënia i takon popullit. Ndërsa ndinin Allahut, ligjvënia i takon Allahut. Po kur shumica e muslimanëve bin këtë pozit dhe mashtrohen me sistemet e kufrit, bin deri në këtë shkallë të cilën e jetojmë. Edhe pse kjo vjen prej keq kuptimi që ka ardhur nga ana e dietarëve, e cila nuk është arsye por askan që ti mbyll syt dhe ta pason atë e cila nuk është e vërtet. Andaj, besimtari, muslimani, sidomos në këtë kohë, duhet ketë kujdes që ta pason Kur'anin edhe Sunetin ashtu siç e kanë kuptu të parët tanë, ashtu siç e kanë kuptu sahabët, ashtu siç e kanë kuptu selefi, ndërsa gabimet e dietarëve milon anash respektin e dietarëve me pas parasysh. Respektin e dietarëve duhet ta kemi çdo herë, nderimin e tyre duhet ta kemi çdo herë, pavarësimin prej tyre nuk e kemi të mundshme, s'ka mundësi ne mu bazu në çdo çështje direkt në Kur'an edhe në Sunet pa në e qartësu askush. Edhe pse këtu ka prej atyre të cilët t'japin sinjal, t'japin shenjë që s'ka problem. Kurani edhe Suneti edhe u kry. S'ka nevoj me ta spjegu askush, s'ka mundësi. Pa tjetër, për Kur'anin ka tefsir, për hadithin ka koment, për çështjet e dinit ka dietar që duhet t'i sqarojnë ato. Dhe në munges dietarëve është vështirë ndoshta t'i kuptojmë saktë si duhet shumë prej çështjeve. Andaj pavarësimi prej dietarëve nuk është ajo që kërkohet prej neve. Po megjithatë, ajo që kërkohet me njanimi, largimi, mos pasimi i gabimeve, ndërsa respektimi i tyre ashtu siç e meritojnë. Nga se humbja e dietarëve, rrëzimi i dietarëve, gjujtja e dietarëve, kështu me radhë, e ngrit edhe ma shumë gjehlin, ignorancën, e përhap, dhe nëse nuk janë ata, të kush do të kthehen muslimanët? Të kush, heki dietarët, të kush prej nga do të marrin ilmin? Ashtu si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Allahu nuk e largon ilmin duke nxjerr atë prej gjoksit njerëzve. E nxjerr ilmin edhe u kry, jo. Po si largohet ilmi? Ilmi largohet bi qabdil ulema, me vdekjen e ulemave. Deri kur? Deri kur mos mbet as një dietar. Allah i vdes, vdesin dietarët, s'ka dietar. Atëherë njerë çka bëjnë? Ittakhadha an-nasa ru'usan juhala. Atëherë njerë do të shkojnë pas ignorantëve. S'ka dietar, do të shkojnë pas ignorantëve. Fa aftau bi ghairi ilm. Ignorantët do t'ju japin fetva pa dije. Fa dallu wa adallu. Do të devijojnë ata, do t'i devijojnë edhe njerëz. Andaj dietarët janë patjetër që ne ilmin, diturin, kuptimin ta marrim me shpjegimet dhe sqarimet e tyre, duke mos i marr gabimet e tyre. Ndërsa ai i cili thot s'ka nevojë për dietar, i themi ati s'ka nevojë edhe për ty fare. Ai i cili thot s'ka nevojë për dietar, themi edhe për ty s'ka nevojë. Kur për dietarët s'ka nevojë, për ty edhe për mua edhe ma pak. Për dietarët ka nevojë, po duke i marr ato të vërtetat e tyre dhe duke i lënë anash gabimet e tyre. Përveç kësaj, përveç argumenteve të cilat janë Kur'an edhe Sunet,
Ka mundësi edhe ka raste që dikush merr argument, jo Kur'an edhe Sunet, po merr diçka e cila në një mënyrë mund duket argument, nga ana tjetër nuk është argument fare. A disa për njerëzve e marrin numrimin, pakicën edhe shumicën argument. A disa mendojnë aty ko shumica, aty është e vërteta, pse krejt njerëz janë qashtu. A veç ti, krejt shkë ndryshe, veç ju e kështu me radhë, dhe shumica nuk është argument. Nga anë e kundër disa e mendojnë që pakica është argument. Dhe çka? Allahu e ka lavdruar në Kur'an pakicën. Në Islam është e lavdruar pakica, është realitet. Në Islam është e lavdruar pakica. Megjithatë, jo çdo pakicë është e lavdruar. Jo çdo pakicë është e lavdruar. Apo cila pakica e mbështetur në Kur'an edhe në Sunet është e lavdruar, ndërsa ka pakica të shumta në dunja të cilat janë të kundërshtuara edhe të nënçmuara. Andaj numrimi, qoftë shumë apo qoftë pak, nuk është argument. Dikush i merr argument sprovat. A e shet që sprovohet, po, thot sa më në hak, sprovat janë ma shumë. Ose filani, ose filan vendin e kështu me radhë, sprovohen ma shumë, këta janë ma në hak dhe këta nuk janë hak. Ose filan hoxha, filan dietari, a i cili është i burgosur, është sprova, a i është në hak. A i cili nuk është i burgosur, nuk është në hak, dhe kjo nuk është argument. A ka raste? Po, ka raste. Në shumë raste, e kështu me radhë, mirë po, a është regull? Nuk ka mundësi të formot regull. S'ka mundësi me formu regull, ku janë ma shumë janë hak. A s'ka mundësi me formu regull, ku janë ma pak janë hak. A s'ka mundësi me formu regull, cili dietar është në burg, është në hak, dhe cili është jashtë burgut, nuk është në hak. E kështu me radhë, këto regula nuk qëndrojnë askund. Këto regula nuk vlen dinin Allahut. Ka dietar të cilët nuk kanë qenë burgje dhe janë hak. Dhe ka dietar të cilët kanë qenë burgje dhe janë hak. E kështu me radhë, sprova nuk është argument. Nga se sprova ka mundësi të vjen për shkaqe ndryshme, mënyra ndryshme, ndërsa nuk e tregon vërtetësinë e atij të cilën e mban personi. Apo dikush e mendon që ajo që është më e rrept, ajo është e vërtetë. Dikush nga ana tjetër mendon ajo që është më tolerante, ajo është më e vërtetë. Secili duke u bazuar në mendimet e tij, sa më shumë që e shtrëngon, aq më afër të vërtetës. Kjo nuk qëndron. Nuk qëndron çdo herë. Sa më ashpër, sa më rrept, më në hak. Nuk qëndron. Dhe gjithashtu atyre të cilët argumentojnë yesiru wala tuasiru, ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lehtësoni mos vështirësoni. Sa më lehtë aq më mirë, jo, po e lehta në bazë të argumenteve dhe e vështira në bazë të argumenteve, dhe secila duke u bazu në Kur'an dhe në Sunet sipas kuptimit selefit, ashtu kuptohet e vërteta, duke mos marr argumentet këtij lloji të cilat nuk qëndrojnë dinin Allahut Azza wa Jall. Andaj besimtari duhet ketë kujdes dhe duhet ta ketë parasysh që vetëm argumenti, një argument nuk mjafton, po Ehli Suneti i bashkon argumentet. A ka prej atyre të cilët formojnë mendim, pastaj kërkojnë argumente. Ehli Suneti për dallim i bashkon argumentet, i sheh argumentet në tërësi, pastaj e formon mendimin dhe nuk mjafton vetëm një argument. Dhe ndoshta nuk mjaftojnë ma shumë argumente, po kërkohet argumenti edhe kuptimi i tij sipas asaj e cila është e saktë dhe e vërtetë. Gjithashtu nuk mjafton sinqeriteti. Nuk mjafton, ka pejtrive, elhamdulillah, që janë të sinqert. Nuk mjafton vetëm sinqeriteti. Sinqeriteti edhe argumenti sipas kuptimit sakt, atëherë është në rregull. Po vetëm sinqeriteti nuk mjafton për ta mbrojtur një mendim që ka mundësi të jetë i gabuar. Andaj, secili prej nesh vazhdimisht duke e pas parasysh fitnën, duke i pas parasysh devijimet, duke i pas parasysh thirrjet të cilat bën nga gjitha anët
për devijimin e muslimanëve, besimtari vazhdimisht, edhe namazin e tij vazhdimisht, edhe namazin e tij në çdo rekat lexon dhe thot ihdina siratal mustaqim, na udhëzo o Zot në rrugën e drejtë, dhe vazhdimisht lutet dhe në çdo herë në jetën e tij ban dua që Allahu ta udhëzon në rrugën e vërtetë, duke mos e harru duan të cilën në mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili edhe vet e ka bë këtë dua shpesh, i cili thot ja muqallibal qulub, o rrotullues i zemrave, sidomos në këtë kohë të rrezikshme të fitnave që ka mundsi zemrat rrotullojnë, besimtari ban dua, o rrotullues i zemrave, thabbit qalbi ala dinik, përqëndroje, forcoje zemrën time në dinin tënd, lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë, Allahu na bën për atyre që e pasojmë Kur'anin edhe Sunetin, e pasojmë atë sipas kuptimit selefit, Allahu na forcon këtë din, Allahu na mëson të jetojmë edhe të qëndrojmë këtë din deri në momentin e fundit, e të adorojmë Allahut shpirtin ashtu si Allahu është i kënaqur. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.